Në lajme do të ndishtë ndërkombëtarët apel për mbylljen e reformës zgjedhore, Topalli akuzon opozitën për bllokim. Kryeministri Berisha deklaron se është i gatshëm të takohet me Ramën për reformën zgjedhore, batuta për ndeshjen e mbrëmshme. Vangel Tavo deklaron për Vision Plus do të ndryshojë tenderimin e barnave, Vasili nuk e sulmova për të marrë karigen. Autoriteti kombëtar i ushqimit apel konsumatorëve mos blini mish në rrugën Fush Kryelezh është i rrezikshëm. Patrulla policie nga Shqipëria e Kosova do të monitorojnë trafikun përgjatë gjithë sezonit veror në rrugën e Kombit. Këto janë lajmet. Ky është Vision Plus. Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Faktori ndërkombëtar apelon edhe një herë për kompromis për të përfunduar reformën zgjedhore në një kohë kur është drejt të fundit për herë të tretë mandati i komisionit parlamentar i ngritur për këtë qëllim. Në një tryezë organizuar nga Kuvendi dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, opozita nuk kishte ftesë për të diskutuar si aktore në këtë nismë, ndërsa zonja Topalli akuzoi Partinë Socialiste se po bllokon reformën. I pyetur për akuzat e të majtëve, kreu i KQZ-s Arben Ristani tha se nuk ka ndërmend të lërë drejtimin e institucionit, pasi gjithçka thuhet për të vjen nga humbja e opozitës në zgjedhje. Në limitet e skadimit afatit edhe për herë të tretë të Komisionit të Posaçëm për reformën elektorale, faktori ndërkombëtar apelon për kompromis. Pia e finishit është afër, por vetëm për ata me vullnet politik. Përmbushja e kësaj detyre kërkon mbi të gjitha që udhëheqësit politik të lënë menjan interesat partijake vetjake dhe të vënë në plan të parë vendin dhe të nderojnë besimin që u kanë dhënë qytetarët shqiptar. Sa gjatë mund të presë Shqipëria? Unë jam i bindur se qytetarët e këtij vendi janë në gjendje të japin përgjigje kësaj pyetjeje. Por sa afër janë palët e angazhuara drejt për drejt në këtë proces tek finalizimi i reformës. Bashkëkryetari socialist i Komisionit Damian Gjiknuri pohoi se dhe formalisht mungon vullneti shumicës për marrëveshje. Në këtë tryezë të organizuar nga Kuvendi dhe KQZ për të diskutuar kryesisht çështjen e reformës zgjedhore në asistencën e Komisionit të Venecias, ka munguar ftesa për zotin Gjiknuri, por edhe përfaqësuesit e tjerë të opozitës në tryezë nuk kishin të drejtën e diskutimit. Kryeparlamentarja Topalli dërgoi një tjetër mesazh tek të majtët, se reforma duhet mbyllur brenda korrikut për të mos rrezikuar statusin. Që ajo që ka mbetur të përfundohet shpejt. Sesioni po shkon drejt mbylljes. Kufizimi i imunitetit duhet votohet po ashtu, shpejt. Shqiptarë duan statusin, dhe ata e meritojnë. Ata nuk e falin bllokimin, dhe këtë e kanë treguar. Një ndër tre çështjet që mbajnë peng reformën është kërkesa e opozitës për riformatimin e Komisionit Qendror Zgjedhor. I pyetur nga mediat, kryetari Arben Ristani i bindur se gjithë qëndrimi i akuzues i Partisë Socialiste ndaj tij vjen për shkak të nervozizmit që solli humbja në zgjedhje, tha se nuk ka ndërmend të largohet para kohe. Për sa i përket zgjedhjeve për vitin e ardhshëm, mandati i këtij Komisioni Qendror Zgjedhjeve mbaron në shkurt të 2013. Puna që bëj është puna që dua dhe që pëlqej. Kreu i majorancës Sali Berisha deklaron se është i gatshëm të takohet me rivalin e tij politik Edi Rama për t'i dhënë zgjidhje reformës zgjedhore. Në mbledhjen e përjavshme të grupit parlamentar demokrat, Berisha bëri ironi me shefin e opozitës, duke thënë se mbrëm në finalen e Europianit, Rama ishte me humbsin, ndërsa i vet gjithmonë me atë që fiton. Kryeministri Berisha shprehu gatishmërinë për të ulur sërish në tryezë me liderin e opozitës Edi Rama. Pas 2 takimeve për presidentin e Republikës, këtëherë çështja që shtrohet për zgjidhje është reforma zgjedhore. Shefi majorancës tha se ka vend për lëshime nga të dyja palët, por zoti Berisha këmbgul duke marrë në mbrojtje kreun e KQZ-s Arben Ristani se marrëveshja nuk do të arrihet bazuar në kërkesën e përsëritur të PS-s për rikompozimin e këtij institucioni. Unë jam i gatshëm të takoj zotin Rama, qoftë se ka dyshimin më të vogël tek qëndrimi sinqert i yni dhe nëse u merrni sulmet që i ka bërë ai Arben Ristani me sulmet që i bën ai Lulzim Bashës, ju garantoj që ato të Arben Ristanit janë disa herë më të mëdha. Përballim me një fenomen të veçantë, që të krijon përshtypjen ndonjëherë që këtu nuk kërkohet ligji, por kërkohen kokat. Në tepsi. Tejet e hershme, kur priteshin kokat, dhe shqiptarët ma e mend vetëm kokën e Ali Pashës, duhet bëjmë që mos ta sjellim në Shqipëri.
Shefi qeverisë që nuk njihet si tifoz i ndonjë skuadre futbolli, por ndjek publikisht finalet e kompeticioneve të rëndësishme, nuk i shmangu komentet për ndeshjen Spanjë-Itali. Ai ironizoi madje preferencat e kreut të opozitës, duke thënë se Rama është gjithmonë në krahun e humbësit, ndërsa vetë pranoi se skuadrën që mbështet e zgjedh nga rezultati. Vjen mesazhi direkt nga stafi i Edi Ramës. Rama thot e deklaroi është me Italinë. Lere thash tani jam ta. E mora vesh rezultatin sa po e tha. I vetmi letri thash. Po tani me ke jeti, unë me atë që fiton, në kam zgjidhur. Pak minuta pas takimit të mbrëmshëm, Edi Rama, tifozi italisë që u mund 4-0 nga Spanja, shkruante në Twitter. Kur rezultati është kaq i qartë, flej qetë, se s'ka asgjë ku të rrimendja. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz i bën apel presidentit të zgjedhur Bujar Nishani të punojë për forcimin e dialogut mes forcave kryesore politike, si dhe të garantojnë ndarjen e pushteteve. Në letrën e urimit drejtuar Nishanit, Martin Schulz thekson se pavarësisht keqardhjes që klasa politike dështojnë në zgjedhjen e një presidenti konsensual, ka besim se Nishani do të punojë për të forcuar dialogun mes qeverisë dhe opozitës, element ky i rëndësishëm për të miratuar reformën zgjedhore dhe atë parlamentare që kanë mbetur pezull. Pavarësisht se mazhoranca dhe opozita në Komisionin Parlamentar të Sigurisë kishin rënë dakord për të kontrolluar Ministrinë e Mbrojtjes, procedurat janë bllokuar nga sekretari i kësaj ministrie. Opozita ka denoncuar këtë bllokim duke e cilësuar antikushtetues. Anëtarët e Komisionit të Sigurisë së opozitës kanë denoncuar bllokimin e kontrollit parlamentar, që është iniciuar mbi Ministrinë e Mbrojtjes. Deputeti Piro Lutaj tha se megjithëse ishte rënë dakord për të nisur sot punën në terren, sekretari i përgjithshëm i ministrisë i drejtohet nga Arben Imami ka refuzuar bashkëpunimin. Është absurde dhe e papranueshme që ministri i Mbrojtjes të bëhet pengesë për të mos u zbatuar njëri prej parimeve themelore, kontrolli demokratik civil i forcave të armatosura, transparenca dhe llogaridhënia. Çfarë kërkon të fshehë ministri i Mbrojtjes? Kush janë motivet e vërteta të kësaj mungese flagrante të transparencës dhe llogaridhënies? Ndërkohë që opinioni publik përdit bombardohet me lajme alarmante mbi trafikimin e armëve, politizimin e kësaj ministrie. Vizion Plus ka siguruar proces verbalin e mbledhjes së Komisionit të Sigurisë. Në të citohet kryetari i Komisionit Leonard Demi, i cili e nis mbledhjen me pikën 3 të rendit të ditës, me miratimin e listës me 8 grupe të Komisionit të Sigurisë për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në Ministrinë e Mbrojtjes. Ato janë miratuar në unanimitet. Grupet e kontrollit do të vendosin vetë se kur do të fillojnë punën dhe do të njoftojnë Komisionin kur do të jenë të gatshëm që të raportojnë, ka thënë Demi. Të kontaktuar nga Vizion Plus, zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes thanë se nuk kanë asnjë koment për të bërë në lidhje me këtë çështje. Një minator ka humbur jetën në galeritë e Bulqizës. Viktima quhet Dilaver Koçi, rreth 50 vjeç, banor i kësaj zone dhe me pozicion brigadier. Ngjarja ndodhi gjatë orëve të drekës teksa viktima ishte duke punuar në galeri. Sipas policisë, Koçi punonte në një minier private, pronari së cilës është shtetasi Ramazan Mesini. Pakor pas vdekjes së minatorit, policia ka shoqëruar 6 persona, mes të cilëve pronarin Ramazan Mesini, Bardhyl Ramën, përgjegjësin e ajrimit dhe Sabah Hoxhën, teknikun e firmës. Nga të dhënat e para bëhet me dije se vdekja ka ardhur si pasojë e shëmbjes së një pjese të galerisë. Masivi i dheut e ka zënë poshtë Dilaver Koçin duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. I sapo votuar në parlament si ministri i ri i shëndetësisë Vangel Tavo tregon në një intervistë për Vizion Plus prioritetet në drejtimin e dikasterit problematik. Ai thotë se do të ndryshojë mënyrën e tenderimit të barnave në spitale, ndërsa postin, thot Tavo, nuk e ka marrë si shpërblim politik, madje as Petrit Vasili nuk e sulmoi publikisht për t'i marrë karrigen e ministrit. Pas votimit në parlament, si ministri i shëndetësisë Vangel Tavo ka rrëfyer në një intervistë për Vizion Plus optikën e tij në krye të këtij institucioni. Pajisja e spitaleve me medikamente të bazë është sfida kryesore e Tavos përmes ndryshimit të metodës së tenderimit të tyre. Duke parë dështimet e njëpasnjëshme të tenderave në këtë sektor, Tavo mendon të zbatojë çmime tavan dhe dysheme në një tender të hapur për kompanitë farmaceutike. Por a është emërimi i tij në këtë post shpërblim për kalimin nga Partia Socialiste në LSI? Nuk ka të bëj as pak. Unë kam pas propozim për Ministrinë e Shëndetësisë që në 2003, kur kam qenë në Partinë Socialiste, nuk e kam pranuar këtë propozim në 2003 për arsyet e mia familjare
nuk ka asnjë lidhje me shpërblim ose jo, sepse po të ishte shpërblim, normalisht mund të vinte direkt mbas kalimit tim në Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe jo tani që kanë kaluar mos e 2 vjet. Një vit më parë, Tavo ka qenë shumë kritik me ministrin Petrit Vasili duke shkëmbyer edhe akuza në distancë, por ai mohon të ketë synuar postin e paraardhësit. Nuk e kam synuar ndonjëherë këtë post. Absolutisht kam qenë kritik jo për punën e zotit Vasili, thjesht kam qenë kritik pikërisht për çka thash pak më përpara dhe çka un kam si objektiv dhe si synim për të realizuar në pjesën e mbetur të këtij mandati qeverisës. Kam thënë që në spitale ka mungesa medikamentesh, gjë që nuk është diçka e re, nuk është se e thash shumë për herë të parë. Me profesion mjek ginekolog, Vangel Tavo është ministri i 5 i shëndetësisë në këto 7 vite e qeverisje të mazhorancës. Edhe pse ky institucion është një nga më problematikët, me përjashtim të vitit 2005, ku në krye të tij ishte Maksim Cikuli, posti i ministrit i është besuar gjithmonë aleatëve të vegjël të shumicës qeverisëse. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka dhënë sot alarmin duke deklaruar se mishi që shitet në rrugën Fushkryj-Lezhë është i rrezikshëm për konsumatorët. Vetëm në 6 muajt e parë të vitit janë bllokuar 34 ton produkte ushqimore të skaduara që tregtoheshin nëpër supermarkete. Mos blini produktet shtazore që tregtohen përgjatë rrugës Fushkryj-Lezhë. Me këtë mesazh të drejtpërdrejtë u është drejtuar konsumatorëve Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që ka theksuar se mishi që shitet në këtë rrugë është jashtë çdo lloj kushti higjieno-sanitar. I bëj thirrje konsumatorit të mos konsumojnë produkte që shiten në akset rrugore Fushkryj-Lezhë, janë pika të pa autorizuara. Të gjithë këto njerëz janë të denoncuar në prokurori dhe janë në ndjekje në prokurori. Ne i kemi bërë prezent, por duam dhe ndihmën e konsumatorit që të neglizhoj, janë 4-5 pika në Fushkryj, të cilët janë të pa autorizuar dhe është shumë e rrezikshme të konsumohet produkti i tyre. Jemi duke punuar intensivisht, duke bashkërenduar punën strukturat e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me strukturat e shërbimit veterinar të Ministrisë së Bujqësisë për të administruar pikërisht therrjen e kafshëve të gjalla që hyjnë në territorin e Shqipërisë. Në 6 muajt e parë të vitit janë bllokuar 34 ton produkte ushqimore të skaduara, nga të cilat 14 ton nuk ishin deklaruar nga subjektet, por shiteshin në supermarkete e dyqane lagjesh. Ndërkohë, AKU ka deklaruar se po ushtron kontrolle në farmacitë bujqësore për hormonet që u injektohen perimeve dhe dëmet që mund të sjellin ato në organizmin e njeriut. Kreu i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ka mohuar ekzistencën e patateve të mykura në treg, edhe pse ato kanë rezultuar në 10 fast food në Tiranë, pas analizave laboratorike të bëra nga Shëndeti Publik. Shkollat e larta publike kërkojnë heqjen e maturës shtetërore dhe pavarësinë në përcaktimin e kritereve për pranimet në universitete. Pas skandalit të fundit, në provimin me zgjedhje, rektori i Universitetit të Tiranës Dori Kule kërkon që kriteret e pranimit t'i vendosin vetë shkollat e larta. Matura shtetërore ka dështuar plotësisht ndaj nevojitën modele si ato të universiteteve europiane. Ky është qëndrimi i shkollave të larta publike, veçanërisht pas skandalit të daljes së tezës së provimeve me zgjedhje. Kreu i Universitetit të Tiranës Dori Kule, duke përjashtuar rikthimin e konkurseve, i kërkon Ministrit të Arsimit aplikimin e modeleve të reja për pranimet në shkollat e larta. Sipas Kules, provimet e maturës duhet jenë si vite më parë, kusht për të marrë shkollën e mesme, ndërsa për pranimet në universitet, kriteret duhet i vendosin shkollat e larta. Ka nevojë që matura shtetërore të rishikohet me idenë për të bërë më europiane, më përshtatshme, më ndikuese në lidhjen që kanë sistemet e shkollimit me njëra tjetrën dhe nuk ka pse lidhet me pranimet. Matura duhet të mbyll ciklin e shkollës së mesme, pranimet janë problem. Ministria e Arsimit pranon se pika e dobët e maturës është administrimi i provimit, duke cilësuar skandalin një rast të veçuar. Drejtues të ministrisë shprehen se nuk do të ketë përsëritje të provimit, ndërsa administratorët do të mbajnë përgjegjësi për abuzimet. Zhvillimi i teknologjisë ka vështirësuar shumë punën e administrimit. Çfarë zgjojmë, çfarë mjete nuk përdorin, maturantët, prindërit, mjekët janë bërë pjesë e lojës për të instaluar qipe, për të lejuar nxënësit me iPhone e kështu me radhë. Unë përgjithësinë nuk ja çoj tek zhvillimi i teknologjisë, por e dërgoj tek administrimi, tek drejtoritë arsimore, por nuk mendoj kurrë se është kaq e agravuar situata sa që të annullojmë provimin e maturës shtetërore. Pas 2 provimeve të maturës ku rezultatet e tyre u deklaruan si më të lartat e viteve të fundit, i treti ai i lëndëve me zgjedhje u përfshin nga skandali. Nxënës të shkollave të ndryshme të vendit, përveç se kanë hyrë në provime telefon, patën gjithë mundësinë për të nxjerrë tezën në rrjetet sociale,
duke kërkuar dhe ndihmë për zgjidhje. Përveç 4 mësuesve të arrestuar për abuzim gjatë provimit, Ministria nuk ka asnjë maturant identifikuar për shkelje, çka do të thotë që edhe skandali kësaj mature do të mbyllet pas korrigjimit të provimeve me zgjedhje me disa nota negative më tepër ose teste të dyshuara për kopim. 30 milion euro mendohet se është dëmi që shkaktohet korporatës elektroenergjitike shqiptare nga vendimi i entit rregullator për uljen e çmimit të energjisë. Drejtues të kesh nuk duan të komentojnë këtë vendim, por pranojnë se situata financiare e kompanisë është e dobët. Pas vendimit të marrë disa ditë më parë nga enti rregullatori i energjisë për uljen e çmimit të energjisë elektrike që kesh i shet kompanisë së shpërndarjes SCEZ, korporata elektroenergjitike nuk ka planuar të komentojë pasi ky vendim nuk është zbardhur ende. Megjithatë, të pyetur nga Vision Plus, drejtues të korporatës elektroenergjitike janë shprehur se edhe pse gjatë muajve të fundit kesh ka eksportuar energji, fitimi ka qenë i pakët dhe situata financiare vijon të mbetet e dobët, gjë e cila lë të nënkuptohet që për kesh rishikimi i çmimit në favor të ÇEZ-it do të përkeqësonte edhe më tepër gjendjen financiare. Është enti rregullator i energjisë, ai institucion i cili mbikëqyr, monitoron dhe ka dhëna për të gjithë operatorët të cilët operojnë në tregun e energjisë elektrike. Enti rregullator ka bërë vlerësimet e veta dhe gjykimin e vet, të cilin ata kanë autoritet ligjor për ta bërë dhe kanë marrë vendimet përkatëse. Ne bëmë, siç u thash, një eksport të vogël të energjisë elektrike, nga i cili ne akumuluam mbi 15 milion euro. Dhe do të thosha ka qenë një ndihmë për buxhetin e korporatës, pasi na ka lehtësuar në detyrimet që ne kemi pas ndaj kompanive që kishin blerë energjinë elektrike gjatë vitit që kaloi. Por sipas ekspertëve, vendimi i fundit që ka marrë enti rregullatori i energjisë komentohet si i njëanshëm dhe sipas tyre, kjo do t'i sillte korporatës një kosto prej 30 milion eurosh, kosto e cila nëse nuk mund të paguhet dot nga kesh, do të subvencionohet nga buxheti i shtetit. Qeveria nuk ka hequr dorë nga mbajtja në mënyrë të varur të institucioneve të pavarura. Kjo është një nga institucionet i cili emërohet nga kryeministri, funksionon sipas dëshirës së tij dhe në fund fare i humbur del konsumatori shqiptar. Qeveria me një të rënd të lapsit i dha ÇEZ-it me njëherë 30 milion euro të rritje të çmimit ose këtë përfitim që e ka pësuar tashmë ÇEZ-i nuk është se u ta kthej në të mirë të qytetarëve, duke ulur çmimin e energjisë elektrike të tyre. Çmimi mbetet po ai. Këto ditë pritet edhe vendimi i zbardhur që ere do t'i dërgoj korporatës e energjisë. Vendimi ka një klauzol ku parashikohet se nëse kesh ndodhet në situatë të vështirë financiare, atëherë parat do të disbursohen nga buxheti i shtetit, i cili realizohet me taksat e qytetarëve. Kryeministri Berisha ka mbështetur zgjerimin e rrugës së Elbasanit, duke dalë kundër shoqatave që kanë shprehur shqetësim për prerjen e pemëve të parkut të liçenit. Gjatë mbledhjes së Komitetit të Planifikimit të Strategjive, shefi i ekzekutivit ka deklaruar se zgjerimi i rrugës është i nevojshëm për qytetarët. Kryeministri Sali Berisha ka reaguar për herë të parë për prerjen e pemëve tek parku i liçenit. Gjatë mbledhjes së Komitetit të Planifikimit të Strategjive, Berisha ka mbrojtur Bashkinë e Tiranës duke mbështetur zgjerimin e rrugës së Elbasanit, pavarësisht prerjes së pemëve. Natyrisht, nuk është e pavënim prerja e atyre pemëve, por rruga duhet zgjeruar dhe jam i bindur se ata qytetarë, të cilët e kanë të domosdoshëm rrugën e gjerë, rrugën e përshtatshme për të ardhur në qendër të Tiranës, do votoni jo një herë, por shumë herë për zgjerimin e rrugës. Natyrisht, ato pemë duhet të zëvendësohen një nga një dhe bashkia po mbjell dy fishe. Ministria njofton. Sikundër zoti Uldashi, po t'jetë e mundur, ato që akoma nuk janë pre, të kërkohet këtyre organizatave mjedisore edhe të ndihmohen që t'i marrim t'i transplantojmë në një vend tjetër. Po le që kur proteston të njëri që ka shkatruar i shkatrimtari i Golemit, kemi pa edhe njeriu në 100 profesioneve, që si të zot asnjërit prej tyre. Sipas kryeministrit, rruga duhet zgjeruar për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve të zonës së Farkës, një zonë që ka njohur zhvillim të shpejtë gjatë viteve të fundit. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak të Tiranës kanë paditur në prokurori kryebashkiakun Lulzim Basha. Sipas tyre, Basha ka shkelur ligjin kur ka dhënë me koncesion parkimin nën toksor tek sheshi Italia.
Grupi Socialist i Këshillit Bashkiak të Tiranës pa ditë në prokurori kryetarin e bashkisë Lulzim Basha. Kallëzimi dorëzuar nga kreu i grupit Aldrin Dalipi është bërë për shkeljen e ligjit në lidhje me dhënien e koncesionit të sheshit Italia për ndërtimin e parkimit nën toksor. Sipas Dalipit, ky projekt koncesionar kërkon miratimin e 3 të 5 të votave, të cilat Lulzim Basha nuk i siguroi dot në Këshillin Bashkiak. Kryetari i bashkisë nuk ka siguruar as subjektin përkatës me këtë veprim që ka bërë. Ne e konsiderojmë këtë një veprim të anti-lishëm, një veprim që tejkalon kompetencat e tij, kur administrata e mbarshme nuk arriti ta bënte këtë. Me çfarë atributesh e bëri zoti Basha? Këto janë pyetje të cilat prokuroria duhet t'u jap përgjigje sa më shpejt. Kreu i grupit socialisti ka bërë thirrje prokurorisë së Tiranës të marrë seriozisht këtë çështje, por dhe padite ngritura për shkelje të tjera. Ndërkohë në sheshin Italia pranë KQZ-s ka nisur puna për ndërtimin e parkimit nën toksor, projekt që parashikohet të zgjasë 1 vit e gjysmë. Policia shqiptare dhe ajo kosovare do të monitorojnë për gjatë gjithë sezonit veror rrugën e Kombit. Ky aks që lidh dy vendet ka një peshë të madhe të trafikut, pasi vetëm vitin e shkuar 1 milion kosovar erdhën në Shqipëri për të kaluar pushimet. Rruga e Kombit do t'jetë nën monitorimin e policisë kosovare dhe asaj shqiptare deri në përfundim të sezonit turistik. Fluksi i madh i makinave që qarkullojnë gjatë periudhës së verës ka detyruar dy shtetet që të vendosin postobllogje në të gjitha akset që lidhin rrugën e Kombit me zonat bregdetare. Marrëveshja është arritur nga policia rrugore mes Shqipërisë dhe Kosovës në pikën kufitare të Vërmicës. Patrullimi dhe në bashkëpunim i këtyre dy policive do të jetë në të gjithë territorin e vendit, por kryesisht do të jetë në zonat ku fluksi më i madh i qytetarëve të Kosovës vizitojnë shtetin shqiptar për sezonin turistik veror. Shërbimet e patrullave të policisë do t'jenë 24 orëshe dhe ato do të alternohen me efektivet e policisë së Kosovës dhe Shqipërisë. Autostrada Durrës-Kukës mban një fluks të madh lëvizjesh gjatë sezonit turistik për shkak të pushuesve të shumë që vinë në brigjet shqiptare. Gjatë vitit të kaluar kanë pushuar në Shqipëri rreth 1 milion kosovar. Industria e qimentos kërkon nga shteti masa mbrojtëse pasi ndodhet në rrezik falimenti. Kompania prodhuese e qimentos në vendin ton Antea ka kërkuar tarifë të re doganore për të mbrojtur prodhimin vendas, ashtu siç pak javë më parë veproi edhe Kosova. Industria e qimentos në vend rrezikon të falimentojë nëse qeveria nuk merr masa mbrojtëse për biznesin. Antea Cement, e cila ka investuar mbi 200 milionë euro në këtë sektor, i kërkon qeverisë të vendosë një tarifë doganore më të lartë mbi të gjithë importet e klinkeri dhe qimentos, me qëllim që të ruhet sipas tij vëllimi i prodhimit vendas. Në të kundërt, drejtori ekzekutiv i kësaj shoqërie paralajmëron mbylljen në Shqipëri. Furthermore, besides the cement industry, there are damages to the Albanian economy. Për më tepër nuk duhen anashkaluar edhe dëmtimet e shkaktuara ekonomisë shqiptare. Nga vendi ynë del monedhe huaj me vlerë mbi 20 dhe 25 milionë euro për importimin e qimentos. Kjo e fundit mund të sigurohej nga prodhimi vendas në një kohë që ekuilibri i tregtisë luan rol për herë më të rëndësishëm në ekonomi gjatë krizës aktuale. Mungesa e fitimit në industrinë e qimentos gjithashtu i sill shteti shqiptar humbje të ardhurave nga taksat, ndërsa taksat korresponduese që paguajnë teorikisht importuesit janë në rasti më të mirë të papërfillshme. Nga ana tjetër, rasti i prodhuesve të qimentos në Shqipëri ka rëndësi parësore për interesat e shtetit shqiptar, pasi zbatimi me sukses i masave mbrojtëse do të japë mesazh të qartë komunitetit të investitorëve se Shqipëria i përkrah investitorë që sjellin në vend investime të huaja të drejtë për drejta. Problemi qëndron sipas tij tek prodhuesit italianë që eksportojnë drejt Shqipërisë, të cilët për të mbijetuar për shkak të krizës, e shesin qimenton në vendin tonë në kosën e vëllimit duke dëmtuar kompanitë vendase të tregtimit. Ata e kryen eksportin drejt Shqipërisë pavarësisht rrethanave në mënyrë që shfrytëzimi i fabrikave të tyre të qimentos në Greqi dhe Itali të mos bjerë në 50% të kapacitetit prodhues, pasi në bazë të këtij të fundit ata prodhues kanë fituar të drejtat e CO2, ndryshe ata do të humbin 50% të këtyre të drejtave, që përkthehen në disa milionë euro në vit. Këta prodhues madje mund të eksportojnë edhe nën kostën e tyre variabël, në mënyrë që të mos humbin të ardhurat e lartë përmendura. Me të kurrin e tregut të tyre vendas, rritet presioni për shtimin e importit drejt Shqipërisë. Drejtori ekzekutiv pohon se situata është e rëndë dhe në rast se nuk merren urgjentisht masat, kompania do të përjetojë vështirësi financiare duke ndërprerë prodhimin vendas dhe duke vazhduar tregtinë si importues i zakonshëm. Kjo sipas Kol Geragos do të ishte një kosto e lartë dhe për buxhetin e shtetit dhe ekuilibrat e tregtisë. Një praktikë e tillë për të mbrojtur tregtinë vendase është ndjekur dhe nga Kosova. Pas pak në lajme, grupi ndërkombëtar në Vjenë vendosi për fundin e pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës hynë në fuqi në 12 shtator. Media sportive në ekstaz për fitoren e Spanjës në kampionatin evropian, lotë është gënjim në Itali, atmosferë ndezur edhe në Tiranë.
Historia e Shqipërisë shkruhet çdo ditë nga pak, nëpërmjet ngjarjeve të mëdha dhe protagonistëve kryesor, të cilët do të vinë çdo javë në ekranin e Vision Plus për të rrëfyer historitë e tyre të jashtëzakonshme. Intervista çdo të mërkur ora 22 nga Alfred Peza. Grupi ndërkombëtar ka vendosur të jap fund pavarësisë mbi qytetarët të Kosovës. Ky vendim hyn në fuqi më 12 shtator. Gjatë kësaj periudhe Parlamenti i Kosovës do të miratojë një paketë ligjore që i kalon kompetencat nga zyra civile ndërkombëtare tek qeveria e Kosovës. Kosova merr aprovimin e grupit drejtues ndërkombëtar për fundin e pavarësisë mbi qytetarë. Vendim ky që do të hyjë në fuqi më 12 shtator të këtij viti. Në këtë takim që është mbajtur në Vjen, ku morën pjesë 23 vende që kanë njohur shtetin më të ri në Ballkan, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Thaçi dhe ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se pret që parimi dhe fryma me të cilën është udhëhequr përmbushja e planit gjithëpërfshirës duhet të vazhdojë edhe më tej. Problemi i veriut do të zgjidhet bazuar në 3 parime. Një zgjidhje politike për veriun, jo dhunë, jo ndarje. Kosova do të mbetet një tërësi e vetme dhe nuk do të mbetet një konflikt i ngrirë. Përfundimi i pavarësisë mbi qytetarët për Kosovën do të jetë një hap përpara në ecjen e këtij vendi dhe nuk do të mbetet pengi i politikave dhe barikadave në veri të vendit. Ndërkohë, kreu i qeverisë së Kosovës Thaçi u zotua se do të punojë për të shtrirë rendin dhe ligjin në të gjithë territorin e vendit. Sot me 2 korrik 2012, grupi ndërkombëtar drejtues solli vendimin për përmbytjen e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Kjo ditë 30 datë tregon se sa shumë rrugë të gjatë kemi kaluar si vend dhe popull në përpjekje për liri dhe pavarësi. Fundi i pavarësisë mbi qytetarë do të thotë kalimi i kompetencave të pjesshme të zyrës civile ndërkombëtare, që kryesohet nga Peter Faith tek qeveria e Kosovës. Kjo do të ndodhë pavarësisht se pakoja e Ahtisarit ende nuk është zbatuar plotësisht, pasi në veriun e Kosovës shumica e institucioneve të Kosovës nuk njihen. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe deri më 12 shtator, kur ky vendim hyn në fuqi, Parlamenti i Kosovës, që ka miratuar projektligjin për ndryshimet, i mbetet të votojë formalisht një paketë ligjesh. Në seancën e 31 janarit, Parlamenti i Kosovës miratoi një rezolut me të cilën zotohej se do të përmbushte të gjitha detyrimet që dalin nga plani i kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisari, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për bandën e Durrësit. 4 anëtarët e kësaj bande kanë marrë edhe në shkallën e 2 dënimin maksimal me burg të përjetshëm. Gjykata e Apelit për krime të rënda ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për 16 të akuzuarit si anëtarë të kësaj bande. Dënimi me burgim të përjetshëm ka ngjallur reagimin e familjarëve të akuzuarve dhe avokatëve të tyre. Motra një prej të akuzuarve kryesor Lulzim Berisha, i cili është dënuar nga gjykata me burgim të përjetshëm, e ka cilësuar vendimin të padrejtë të paragjykuar. Në qoftë se Adriatik Coli, penditi i policisë shqiptare, i ka bë 5 herë atentat vllajtin për ta vrarë. 1 herë me antitank për të na shfarosi familje dhe vendosi që të bëhet pendito, atëherë unë që së vrava me plumb dhe me antitank, unë të vras me shtet. Njerëz segmentet të veçanta kanë paguar që vllai im nuk e donin të lirë. Ndërkohë avokatët mbrojtës deklaruan se do ta dërgojnë çështjen në gjykatën e lartë. Rruga më vonshme është rekursi në gjykatën e lartë. Ne kemi besim me endet e drejtësia, pavarësisht se 2 shkallat e gjyqësorit themi që kanë qenë të paragjykuara në marrjen e vendimeve për shkak vetëm të referohesh një fakti. Gjyqtari relator që ka qenë në gjykimin shkallë parë të Çeshës ka pasur një pengesë ligjore të madhe për të marrë pjesë në atë gjykim për shkak se ai ka bërë kallëzim në organet e policisë së rendit pranë komisariatit numër 3 Tiranë, lidhur me një ngjarje që ka ndodhur me djalin e tij dhe për të cilën domethënë ka lidhje me procedimin. Në këto kushte ky gjyqtar do të hipte dorëheqjen. Pak muaj më parë gjykata e shkallës së parë ka dhënë 4 dënime maksimale për anëtarët e bandës. Për Lulzim Berishën, Flauren Dervishaj, Indrit Taullahë dhe Indrit Dokle u dha dënimi maksimal me burgim të përjetshëm. Ndërkohë Adriatik Coli, i cili duhet të merrte dënim me burgim të përjetshëm, u dënua vetëm me 10 vite burg, duke përfituar nga statusi të penduarit. Kryetari i Partisë së Unitetit Kombëtar, Hidayet Beqiri, akuzuar për nxitje të urrëties etnike, është liruar nga gjykata e Prizrenit. Në një komunikim për mediat, Beqiri ka cilësuar absurd arrestimin e tij nga drejtësia kosovare.
Pasi ka qëndruar 40 ditë në paraburgim, kryetari i Partisë së Unitetit Kombëtar Shqiptar avokat Didait Beqiri është lënë i lirë sot nga gjykata e Prizrenit. Menjëherë pas mbërritjes në AD, Beqiri në një prononcim për mediat e ka cilësuar absurd vendimi e drejtësisë kosovare. Absurd juridik sepse kemi të bëjmë me një gjë gjykuar, pra ishte e njëjta çështje për të cilën unë jam akuzuar në vitin 2003 dhe u ekstradova atëherë nga Gjermania. Dhash llogari para të gjithë organeve të hetimit, para organeve gjyqësore në Shqipëri dhe me vendimet të gjykatës formës së prerë mora pafajësinë. Në vitin 2003 Didait Beqiri u shpalli pafajshëm nga gjykata shqiptare për akuzën e nxitjes së urrëties etnike, por në maj të vitit 2012 ai u ndalua në Prizren pas një urdhër aresti të lëshuar nga autoritetet belge, të cilat e akuzojnë Beqirin për të njëjtën vepër penale, për të cilën ai u gjykua një herë. Tirana ka përjetuar mbrëmjet e finales së Europianit mes tifozëve spanjoll e atyre italian. Në të gjitha ambientet e hapura në kryeqytet, adhuruesit e futbollit ishin ulur për të parë ndeshjen në grupe shoqërore. Në fund, egzaltimi i tifozëve spanjoll ka qenë po aq i madh sa dëshpërimi dhe lotët e mbështetësve të Italisë. Betejë me Spanjës dhe Italisë në fushën e lojës për të fituar Kupën e Europës është shpritur me mjaft emocione edhe nga tifozët shqiptar. Rrugët kanë qenë të boshatisura për më shumë se 90 minuta, pasi të gjithë ishin ngujuar para ekranit për të përjetuar rrethet e mëdha të kësaj finaleje, e cila në fund lumturoi tifozët spanjoll. Prisni do fitonte Spanja? 4-0 jo, po e pas gjatë ndeshjen se Italia e lyti shumë mirë me Gjermaninë edhe. Tash 1-0 ose 2-0, po jo 4-0. Që ndjem shumë gëzuar. E prisnin, po jo 4-0, me thënë drejtën. 4-0 jo. Tifozë i Spanjës. Po, Spanja e na darë prej Kosovës të me po lojnë edhe shumë mirë, atmosferë shumë mirë. A e prisnin fitore? Po, e kom prit prej fillimit edhe finalen e kom prit me Gjermaninë, ama ra me Italinë. Dhimbja ka qenë edhe më e madhe për tifozët e Italisë, pasi jo vetëm nuk arritën të ngrinin Kupën e Europës, por edhe humbja me Spanjën ishte shumë e thellë. Si e përjetohet humbja? Po tani humbja është s'është e u gëzova. Nuk e prisja. Nuk e prisja, isha humbja më vështirë që kam pa që momenti që kam filli të shoh Italinë, e deri më sot domosdoshmë, ishte humbja më e keqe. Asnjëherë nuk mund ta kisha me nuk të humbja. Ndërkohë finalen e madhe të Europianit e ka ndjekur edhe kreu i qeverisë Sali Berisha, i cili kishte zgjedhur të rinë të forumit rinor të PD-s për të parë këtë event të madh futbollistik. Gjatë dialogut me të rinë, Berisha u shpreh se nuk kishte tifozë ndonjë ekipi, por preferonte lojën e bukur. Jusuf Beshiri është shqiptari që në festivalin e dy botëve në Gjirokastër interpreton një instrument të rrallë dhe thuese të harruar. Ai tregon lidhjen e tij me këtë vegël muzikore që lindi në vitet 1600-1700. Për herë të parë në festivalin ndërkombëtar në Gjirokastër është luajtur me një instrument të rrallë. Klavicembalo daton që në vitet 1600-1700 dhe lindi bashkë me muzikën baroke. Në natën e dytë të festivalit Takimi muzikor i dy botëve, ky instrument është luajtur nga shqiptari Jusuf Beshiri, i cili tregon jo vetëm rëndësinë e veglës së rrallë, por edhe historinë e lashtë. Clavicembalo është një instrument që është një paraardhës i pianofortes. E interesante është sepse ka qenë një periudha baroke që luante një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Pastaj më vonë rreth shekullit të 18, fundit të 18-s dhe 19-s është një instrument që u zhdu komplet dhe u rimor përsëri prapë, filloi prapë të futeshen në formacionet muzikore të muzikës baroke rreth në fillim të këtij shekulli. Pjesët e interpretuara nga trio italiane ku bën pjesë edhe artisti Romeo Ciufa vinë që nga vitet 1600 deri në fund të shekullit të 17. Nga ana tjetër, polifonia shqiptare është përfaqësuar nga grupi Zëri i Bilbilit. Ky grup ka marrë duar trokitje jo vetëm për këngët labe, por edhe për interpretimin me fyll të njërit prej artistëve. Mendoj që të ndërkombëtarët apel për mbylljen e reformës zgjedhore, Topalli akuzon opozitën për bllokim. Kryeministri Berisha deklaron se është i gatshëm të takohet me Ramën për reformën zgjedhore, batuta për ndeshjen e mbrëmshme. Banxhel Tavo deklaron për Vision Plus do të ndryshojë tenderimin e barnave, Vasili nuk e sulmova për të marrë karrigen. Autoriteti kombëtar i ushqimit apel konsumatorëve mos blini misht në rrugën Fushkryj Lezhë është i rrezikshëm.
Patrulla policie nga Shqipëria Kosova do të monitorojnë trafikun për gjatë gjithë sezonit veror në rrugën e Kombit. Ka qenë kjo zonja dhe zotrinj gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.